mirë se vini në një tjetër analizë të thelluar. Sot po bëjmë diçka pak më ndryshe. Kemi përpara vetëm një burim, përshkrimin e një produkti online. Dhe objekti? Një fustan elegant. Misioni ynë, si thuash, është të zbërthejmë se si një tekst marketingu, në dukje i thjesht, përpiqet të shndërrojë një copë pëlure në një premtim. Një premtim për elegancë, vetbesim dhe një stil të caktuar jete. Do gërmojmë thellë për të kuptuar psikologjinë që fshihet pas fjalëve. Edhe kjo është një qasje fantastike, sepse këto përshkrime janë vetëm maja e icebergut. Ato nuk janë thjesht lista faktesh teknike. As pak. Janë histori të kuruara me shumë kujdes. Çdo fjalë, nga klasik te dinamik, është zgjedhur për të ngjallur një emocion specifik, për t'i folur aspiratave tona. Pra sot do veprojmë si, le të themi, arkeolog marketingu, duke zbuluar si ndërtohet një narrativ bindse. Më pëlqen shumë kjo ide. Atëhere, le ta nisim pikërisht me atë narrativën me premtimin e madh. Përshkrimi hapet me një deklaratë të fuqishme. Fustani kombinon sofistikim klasik me elegancë moderne. Kjo tingëllon si diçka që e dëgjojmë gjithmonë. A është thjesht një klishe marketingu apo ka diçka më të thellë këtu? Shiko, është një klishe, por një klishe jashtëzakonisht efektive. Mendoje kështu. Kjo është një taktik klasike që e shohim kudo, tek makinat, te celularët, trashëgimi e kombinuar me inovacion. Markat e dinë që konsumatorët kanë dy frikra kryesore. Frikën se do duken të vjeturuar dhe frikën se do investojnë në një trend kalimtar, diçka që shuhet pas 6 muajsh. Pra, po përpiqen të neutralizojnë ankthin e blerjes. Pikërisht, duke ofruar klasiken dhe modernen në një paket të vetme. Ata po të shesin siguri, po të thonë, ky fustan do t'jetë relevant sot, por edhe pas 5 vjetësh. Është një investim pa rrezik në garderobën tënde. E qartë, por premtimi nuk ndalet këtu, apo jo? Teksti me njëherë e vendos këtë fustan në një skenë shumë specifike, mbrëmje gala, dasma, festa elegante. Nuk po flasim për një kafe të dielën, po flasim për evente ku duhet të bësh përshtypje. Po dhe kjo është pjesa e dytë e premtimit. Pjesa e parë ishte siguria, pjesa e dytë është aspirata. Ata nuk po të shesin një fustan, po të shesin një bilet për të hyrë në këto evente me një ndjenjë caktuar. Fjalët ky që janë të ndihet i sigurt dhe i hijshëm gjatë gjithë eventit. Fustani bëhet një lloj armature emocionale. Një mjet që të lejon të ecësh në atë dhomë dhe të ndihesh se i përket aty, madje se shkëlqen aty. Ky është premtimi themelor. Blije këtë objekt dhe do të blesh vetbesim. Okej, premtimi është i qartë, siguri e përjetshme dhe vetbesim. Por një premtim pa prova është thjesht një fjalë boshe. Si përpiqet përshkrimi ta mbështesë këto me detaje konkrete? Këtu më duket se hym te dizajni. Teksti liston një sër elementesh, silueta e ngushtë, prerja asimetrike, çarja anësore. Po, dhe këtu kalojmë nga pse te si. Çdo element dizajni që përmendet shërben si provë për të justifikuar premtimin fillestar. Le t'i grupojmë pak. Kemi elementet që krijojnë formën dhe ato që shtojnë dramaticitetin. Silueta e ngushtë që thekson linjat natyrale të trupit. Dhe plisat në bel që krijojnë një efekt vizual harmonik, janë pjesë e anës klasike. Këto janë teknika të provuara në kohë për të krijuar një formë klepsidre. Pra, kjo është prova për anën sofistikim klasik. Po për anën elegancë moderne, ku shfaqet ajo? Ajo shfaqet te elementit që thyen simetrin. Prerja simetrike është shembulli më i qartë, i jep menjëherë një ndjesi dinamike, të papritur, diçka që tërheq syrin. Është një deklaratë që thotë, unë i respektoj rregullat klasike, por nuk kam frikë t'i thyej pak. Dhe pastaj kemi çarjen anësore. Ah, çarja anësore. Përshkrimi thot se ofron lëvizje më të lehta, por edhe një nuancë të sofistikuar dhe tërheqëse. Kjo më tingëllon si një justifikim praktik për diçka që në thelb është provokuese. A nuk po përpiqen thjesht të shesin diçka seksi duke e paketuar me fjalë elegante? Ku është kufiri? Kjo është një pyetje shkëlqyer. Dhe pikërisht aty që ndron mjeshtëria e tyre. Sigurisht që çarja ka një element sensualiteti, por gjuha e përdorur është thelbësore. Fjala sofistikuar e largon nga territori vulgaritetit. Fjala tërheqëse është më e butë së seksi dhe justifikimi praktik i lëvizjes më të lehtë është genial.
I jep blerësës një arsye logjike për të justifikuar një zgjedhje emocionale. Si të thuash, nuk po e zgjedh sepse dua të provokoj, por sepse dua të kërcej lirshëm. Është një lojë psikologjike shumë delikate që balancon guximin me elegancën. Dhe pastaj përmendet shpina, e cila përshkruhet si e dizajnuar me mjeshtëri për një pamje të butë dhe femërore. Kjo sikur balancon guximin e çarjes. Saktësisht. Është një kompozitar. Imagjinoje si një pikturë. Nuk mund të kesh vetëm ngjyra të ndezura. Të duhen edhe tonalitete më të buta. Një shpinë delikate dhe plisat në bel e ankorojnë fustanin e territorin e elegancës. Dhe kështu lejojnë që prerja asimetrike dhe çarja të jenë pikat e theksit, pa e dominuar të gjithë pamjen. Pra çdo detaj është një argument vizual që mbështet atë premtimin e madh, klasik por modern. Pikërisht. Mirë, dizajni i ndërton këtë skulpturë perfekte në letër, por e gjitha kjo do të binte poshtë nëse pëlhura nuk do të kërcente siç duhet apo jo? Më duket se zgjedhja e materialit është thelbi i gjithçkaje këtu. Përshkrimi fokusohet tërësisht te sateni i leshtë, duke përdorur fjalë si strukturë butë dhe rrjedhëse dhe shkëlqim natyror. Po, materiali është mishërimi fizik i premtimit. Zgjedhja e satenit nuk është as pak e rastësishme. Sateni historikisht është pëlhura e luksit, e mbrëmjeve e intimitetit. Fjala rrjedhëse lidhet drejt për drejt me idenë e lëvizjes së lirshme që përmendëm te çarja. Krijon imazhin e një fustani që lëviz bashkë me trupin. Dhe shkëlqimi natyror është kyç. Nuk është një shkëlqim artificial i lirë, është një shkëlqim që reflekton dritën, duke e bërë personin që e vesh një pikë fokale në dhomë. Prit një moment, këtu ka diçka që më duket kontradiktore. Pasi na shesin gjithë këtë ëndër të një materiali delikat të butë e rrjedhës, teksti shton, pavarësisht pamjes delikate, materiali është i qëndrueshëm dhe rezistent. Çfarë po ndodh këtu? A nuk po e prishin magjin? Përkundrazi. Këtu po e vullosin marrëveshjen. Ky është momenti ku marketingu kalon nga joshja e emocionit në qetësimi i logjikës. Deri tani, i kanë folur anës son aspiruese. Tani po i flasin portofolit ton. Çdo blerës, pasi është magjepsur, ka një moment hezitimi. Është shumë i bukur, por ato më zgjase. A ja vlen investimi? Dhe kjo fjali është përgjigje direkte për atë pyetje. Po, është garancia. Dhe më pas e përforcojnë këtë me prova të tjera. Përmendin qepjet e forcuara dhe finizazhin e kryer me përpikëri. Këto nuk janë më fjalë poetike. Janë fakte teknike që justifikojnë çmimin. E shndërojnë blerjen nga një kënaqësi kalimtare në një investim të mençur. Kjo ka shumë kuptim. Pra, kemi premtimin, kemi provat vizuale dhe materiale, tani duhet të mbyllim marrëveshjen. Këtu hyn detajet praktike, apo jo? Përshkrimi jep sugjerime stilimi, përmend zinxhirin e fshehur, madhësitë e ndryshme, por ajo që më tërhiqi vëmendjen ishin udhëzimet shumë specifike për kujdesin. Dhe ato janë një tjetër mjet psikologjik i fuqishëm. Së pari, sugjerimet për stilim, aksesor minimal, takat larta, e bëjnë blerësin ta imagjinojë veten duke i përdorur. Por duke thënë aksesor minimal, ata po theksojnë se fustani është ylli i shfaqjes. Kjo ja rrit vlerën e perceptuar. Po udhëzimet e kujdesit, aty ka diçka më shumë. Po, ato janë edhe më dinake, si të thuash. Kur një produkt kërkon kujdes të veçantë, larje me dorë, pa klor, tharje natyrale, truri ynë automatikisht e kodon atë si diçka me vlerë. Nuk i lani enët e plastikës me dorë, por i lani gotat e kristalit, apo jo. Duke thënë këto udhëzime, ata po e ngren fustanin në statusin e një objekti të çmuar. Edhe kështu arrim te momenti i zvërtetës, çmimi, 120 euro. Përshkrimi e vendos në kontekst duke listuar produkte të tjera nga 65 deri në 160 euro, pra nuk është as fast fashion, as luksi i paarritshëm. Është pikërisht ajo që industria e quan luksi i arritshëm. Ky çmim është i llogaritur me kujdes për të komunikuar cilësi pa qenë përjashtues. Është mjaft i lartë sa të mos ndihet si një blerje impulsive, por mjaft i ulët sa të jetë një kënaqësi e justifikueshme për një rast të veçantë. Ai përforcon gjithçka që është thënë deri tani. Kur të mos mori mirë, dhe këtu ata prezantojnë armën e tyre moderne, virtual try-on. Ky është hapi final dhe më modern në këtë proces bindjeje. Ai adresohet drejt për drejt pasigurisë më të madhe të tregtisë elektronike të modës. Por ajo që është vërtet e jashtëzakonshme, nuk është vetëm teknologjia, por shënimi vogël që e shoqëron. Kjo fotografi nuk do të ruhet pas përditësimit të faqes. Po e pash atë,
pse është kaq i rëndësishëm ai shënimi i vogël? Sepse në një treg të mbushur me skandale të dhënash dhe me një frikë të përgjithshme për privatësinë, një markë që thot vullnetarisht, ne kujdesemi për privatësinë tënde, po ndërton një kapital besimi që vlen më shumë se çdo reklam. Ky shënim i vogël i thot klientit, ne kuptojmë botën ku jeton, ne i kuptojmë shqetësimet e tua. Ti mund të na besosh jo vetëm për stilin tënd, por edhe për të dhënat e tua. Wow! Pra, po e transformon markën nga një shitës veshjesh Në një partner të besueshëm dhe të përgjithshëm. Është një lëvizje tepër zgjuar. Pra, nëse shohim të gjithë rrugëtimin, nisin me një premtim të madh emocional për siguri dhe vetbesim, më pas mbështesin me prova konkrete nga dizajni dhe materiali, duke i folur anës logjike, dhe në fund përdorin mjete praktike si çmimi, udhëzimet e kujdesit dhe një teknologji të ndërgjegjshme për privatësinë, për të shembur çdo hezitim të mbetur. Është një arkitekturë e tërë bindje. Realizuar të vetes son në një event rëndësishëm. Po shesin kujtimin asaj nate, komplimentet që do të merren, ndjesinë të qenit në qendër të vëmendjes. I gjithë ky tekst, nga fjala e parë tek fundit, është ndërtuar për të krijuar dhe përforcuar atë vizion. Më bën ta shoh çdo përshkrim produkti me një sy krejt tjetër tani. Nuk është më thjesht informacion, është një strategji e tërë. Dhe kjo ndoshta na sill te një mendim përbyllës. Kjo analiza e një tekstit vetëm ngre një pyetje më të gjerë. Në botën tonë të konsumit, kur një objekt pushon së qeni thjesht një produkt dhe bëhet një premtim për një ndjenje, një identitet, një version specifik të vetvetes, dhe sa prej magjisë atij transformimi nuk qëndron te vetë objekti, por te fjalët e zgjedhura me kujdes që na bindin të besojmë në atë premtim, përpara se ta kemi prekur ndonjëherë.